A ke një libër, një film, ose një ngjarje që ka ndiku te mënyra si e shef ti botën, edhe si ke vepru në atë moment e mrapa? Unë kam disa momente që më kanë shënu në jetë. Një moment ka kanë 18 vjeçe kur unë përshaf për herë të parë një video të Tony Robbins. Ka kanë një kohë që unë kam pas kompjuter në Shkodër, po në atë kohë nuk është se kishim shumë teknologji të zhvillume, domethënë e fuçë te linjën e internetit me kablën e telefonit. Aja video më ka bërë shumë impakt, ai zani atij njeri më ka bërë shumë impakt. Videon e shikosha me frekuenca shumë të shkurta, po mu më dha një shkëndi që bota jashtë ekziston. Pastaj aja që më ka ndryshu me ndryshu konceptin për botën, nuk e di tash ndoshta ta po qeshni, po është Kung Fu Panda. Okej. Ta jo pjesa që shefat për vetën? Ton pjesën. Unë kam kanë një fëmijë që është rrit me fantazi, edhe fantazia e ka ndihmu me mbijetu. Por kja fantazia nuk të lejan me jetu në realitet. Edhe që ti me kuptu sa rëndësishme është e tashmja, ti duhet me mësu vedin. Se na përgjithsisht po ta shikosh, o jetojmë kalumen, o jetojmë të ardhmen. Na në ato në kuën të thonë ka kanë dikur,